është ekonomia e tyre. Pas kësaj bisede po kthehemi prap tek marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit është një problem që duket edhe para faktorin ndërkombëtar, po edhe nga ne shqiptarët në diasporë, sigurisht edhe nga shqiptarët brenda që jetojnë, se nuk po zbatohet, nuk po implementohet në asnjë mënyrë. Tashti nuk po të pyes vetëm si kryetari i komunës së Strugës, po të pyes si një intelektual i nivelit, një doktor, po të pyes si një ish deputet i Partisë Demokratike Shqiptare, po të pyes si një shqiptar që jeton në ato troje. Për marrëveshjen e Ohrit po kthehemi prap po të pyes. Çka mendon ti për atë marrëveshje? A është e gjallë apo jo, sepse nuk duket implementimi i saj në asnjë fushë. Çdo e drejtë e reduktuar. Është e çuditshme që zakonisht kur vinë përfaqësues të huaj atje dhe flasin për marrëveshjen e Ohrit, japin epitete shumë mëdha për marrëveshjen e Ohrit. Unë kam pas rastin të kemi një takim me Ricardo Miliorin, kryetarin e parlamentit OSBE-s, dhe i tha marrëveshja e Ohrit është një ndër marrëveshjet më të mira që janë sjell, sepse ato shohin në principin e ndaljes një konflikti dhe natyrisht ndoshta me këtë marrëveshje hecin diplomaci duke bërë punime shkencore, me një titull, magjistraturë ose doktoraturë. Po e vërteta është shumë më ndryshe. E vërteta është që marrëveshja e Ohrit është devijuar nga qëllimi dhe Partia Demokratike Shqiptare e ka shpallë të vdekur. Ne nuk e pranojmë atë marrëveshje. Ne jemi nënshkrues të asaj marrëveshje dhe kemi plot drejt që të themi që kjo marrëveshje nuk funksionon. Marrëveshjet janë bëra për qenë konkrete dhe të prekshme, që t'i sjellin të mira popullit. E çfarë ka ndodhur? Ndër vite, këto të cilët duhet ta shpallin, imagjinoni, BDI-ja shkon deri në atë skajshmëri që thot ta shpallin ditë feste, ditën e marrëveshjes së Ohrit. Zakonisht fest bëhen ditët kur popujt fitojnë liri, kur sjellin kushtetut veten, dhe që s'kan më kërkesa të tjera dhe drejta të tjera të parealizuar. Marrëveshja e Ohrit prej kur u nënshkrui ishte kompromis ndërmjet dy popujve atje, dhe si i tillë nuk i plotësonte nevojat e shqiptarëve, por edhe ky BDI-ja gaboi që prej në 2004-ën, me ndarjen territoriale, pastaj me ligjin për pasaporta, dhe në vazhdimsi bëri kompromis me atë që ishte kompromis. Momenti kur PD-SHE e shpalli të vdekur marrëveshjen e Ohrit ishte sjellja e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ligj në cilën gjuhës shqipe as nuk i thon ligji, gjuha shqipe, po i thon gjuha të cilën e përdorin mbi 20% qytetarëve dhe që është gjuha që është e ndryshme nga gjuha maqedone. Kështu është për kufizimi absurd, imagjinoni. Dhe nuk është gjuhë zyrtare. Nuk i dhe. Dhe është vetëm në pushtet lokal. Edhe tani, në 91-shin me atë kushtetut që na u morën drejtat, në 91-shin Maqedoni u bë më keq se sa si veproi me marrjen e autonomisë të në Kosovë që bëri Milošević. Tani akoma më keq. Tani na u morën gjithë drejtat dhe 20 vite ne ato kërkojmë, ato drejta që i kemi humbur atëherë. Ne natyrisht që kemi ndryshuar qasje tani si subjekt politik. Se me kushtetutën e 91-shin lejoheshte në nivel lokal përdorimi i gjuhës shqipe. Ty thonte është një shtat i kushtetutës të atëhershme që thotë që gjuha të cilën e flasin shumica ose pjesa dërmuese e shumicës në nivel lokal po ashtu është zyrtare. Dhe ky ligj që e solli BDI me cilën krenohen e lejon vetëm në nivel lokal, atë çfarë drejtash pas ka sjell ky që luftoi dhe që ndryshoi kushtetutën? Kur ma sjell përdorimin e gjuhës njësoj si ka qenë para me kushtetutën e 91-shit. Dhe prandaj ne e shpallëm të vdekur dhe esenca tjetër se pse marrëveshja e Ohrit devijoi nga qëllimi ishte edhe për dy gjëra tjera, të shumë të rëndësishme. Më e rëndësishme është vendimare. Nëse u kujtohet, shumë debat u bën kohën e marrëveshjes së Ohrit për këtë parimin e badenterit, ose mekanizmi i votimit të dy fisht. Kjo nuk kupton që në parlament për çështje të cilët i tangojnë komunitetet popujt nuk janë shumicë, po janë pakicë, votohet përveç me shumicë thjesht, nga 120 deputet, tani 123 me diasporës, në qoftë se merret shumica ke kjo, domethënë nga 120 merren 61, 62 deputet, atëherë votojnë vetëm deputetët që s'janë maqedonë. Është një farlloj mekanizmi kontrolli, i cili pamundson pastaj që të sillen ligje që diskriminojnë shqiptarët. Por ky mekanizëm run status quo. Pse e run status quo? Para punës, sepse nëse nuk do të sillet ligj i ri, do të ngela i vjetri, apo jo? Dhe shqiptarët nuk përfitojnë në gjë. Nga ana tjetër, shqiptarët nuk janë statik si popull, janë dinamik.
ashtu si çdo popull ka nevojë që të ketë ligje të cilët i sjellin mira, edhe shqiptarët e kanë nevojë atje në Maqedoni. Dhe keqja më e madhe me këtë parim është që çfarë bë? Ky parim, i cili presupozohej që të ndaloj majorizimin e shqiptarëve në parlament, u mor dhe u implementua edhe në pushtet lokal. Për rezultat, tani në Struk, imagjinoni, populli pakic, dhe që është i diskriminuar në qenkan maqedonesit. Tani këtë mekanizëm e ka ndorë maqedonesit, në Struk, në këshillin e komunës së Strukës. Dhe për rezultat, Struka, me 60% shqiptarë, nuk ka asnjë më rrugë shqiptare. Asnjë. Ka ngel prej komunizëm, ne kemi Josip Broz Tito, Marx Engels, Jugoslavijska Narodna Armia. Keni drejt me ndryshuar ata? Por në momentin që bëj propozim dhe ndryshoj, dhe shumica e këshilltarëve janë shqiptarë, dikun 14. Ato votojnë dhe kalon me votimin e parë. Me votimin e dytë, ky badenteri që them unë, duhet votojnë mbi gjysma e maqedonëve. Dhe ato votojnë dhe ngelen emrat e rrugëve të njëjta, të cilët janë. Unë se po si deputet përgatitja një projekt ligj për këtë problematik, në mënyrë që të gjithë emrat e rrugëve në Maqedoni të bien prej përdorimi, dhe t'u jepet afat 2 vjeçar, po them, këshillave komunal që të sjellin emra rrugësh të ri. Dhe në qoftë se nuk sjellin, të ngelin me numra. Por ndodhen zgjedhjet, ishin lokale dhe tani nuk e kam të drejtë që të bëj ndryshim ligji, apeloj që deputetët shqiptarë që janë atje ta bëjnë këtë ligj, megjithse përsëri atje nuk do ta votojnë maqedonesit. Dhe ky është problemi esencial i marrëveshjes së Ohrit. Marrëveshja e Ohrit ruan status quo vetëm. Asgjë tjetër. Dhe po dësheja e përballur me këto fakte dhe me faktin që u deviju është edhe përfaqësimi i drejtë adekuat. Forcat policët për shembull të uniformuar deri në 2004 të në zhdash të jenë 25%. Ato sot e kësaj dite nuk janë më tepër se 6-7%. Dhe nuk kemi se si themi që kjo marrëveshje është zgjidhje e problemeve, aq më tepër që tani këto funksionerët që i mbushin xhepat e tyre kanë nisë subjektivizojnë marrëveshjen e Ohrit. Ju keni dëgjuar shpesh thuhet që marrëveshja e rëndësishme është fryma e marrëveshjes së Ohrit. Jo, as pak s'është e rëndësishme fryma e marrëveshjes së Ohrit. Absurdi është që këto që e thon këtë frymë, në fund muajit të shndrojnë në para, mbushin xhepin. Po me çtë drejtë i flet ti atij qytetarit thjesht për frymë, kur ai nuk ka idare, nuk merr një rrok që ta çojë në fund muajit në shtëpi. Marrëveshja e Ohrit duhet të jetë konkrete për gjuhën, për flamurin, duhet të jetë konkrete për punësimin, shqiptarët nisin të punësohen që mos marrin rrugën e gurbetit. Apo jo. Dhe prandaj po, gjitha që përfshin. Ose marrëveshja e Ohrit kishte edhe anekse tjera, ishte ligji për amnesti, që nuk respektohej, apo. Nuk respektu deri në 2011-ën. Përkundërzi ka shkuar e kundërta. Po, pra. Edhe prandaj në 2009 Partia Demokratike Shqiptare ka sjell një propozim konkret tjetër, një marrëveshje tre politike ndërmjet këtyre dy popujve më të mëdhenj në qytet. Shqiptarët dhe maqedonët, e kemi titulluar si marrëveshje e re politike, e cila në esencë ka dy gjëra më të rëndësishme. Kryesore është vendimmarrje konsensual. Ne kërkojmë që Maqedonia të shndrohet në shtet me demokraci konsensuale në formën e parlamentit dydhomsh. Njësoj si Amerika që ka Kongresin dhe Senatin, ose edhe Anglia që ka dhomën e lordëve dhe shumë shtete tjera demokratike, sepse është e vetmja mënyrë që të pengohet majorizimi, sepse nuk mund të quajmë, sepse kjo parimi patenterit tani është në një 40 ligje dhe ku nuk bën pjesë buxheti. Interes më të madh se sa buxheti për qytetarin nuk ka, dhe për etnitetin si etnitet. Rezultat ka vite që në shqiptarët marrin buxhet vetëm 4% shkruhet, dhe pastaj me rebalancet ato 4% u merren. Nga 2008 janë një 4 projekte që i përmend BDI-ja. Zona e lirë ekonomike në Tetov, teatrin në Tetov, biblioteka në Tetov, rikonstruimi i teatrit në Shkup. Këto janë 4 projekte. Dhe ato shkruan, pastaj hiqen. Shkruan, pastaj hiqen. Dhe tani dolën përsëri me inaugurim që doja të bëhet teatrit i Shkupit rikonstruimi, çofim atë të bëhet, dhe tani ky është absurdi. Kush është ky aktor që voton nga BDI-n dhe një teatër nuk i bën? Sa vite duhen që të bëhet një teatër?
kush që nga ky intelektual që një bibliotekë që ka në gjendje të ndërtojë ky subjekt që 10 vjetë i mirë zgjedhë dhe thotë që u solla liri njerëzve dhe ja votën prapë këtij subjekti politik. Ose kush që nga ky biznesmen që një zonë të lirë ekonomike që është e lirë nga taksat për 10 vite dhe nuk po bëhet në ndërkohë që është bëmur në Bunarxhik në Shkup dhe ka 7-8.000 punësuar atje dhe ja votën këtij subjekti politik që vazhdimisht i gënjen. Dhe ne kemi vendimarrjen që propozojmë dhe e dyta është ndarja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit. Kjo nuk kupton që atë sa shqiptarët kontribojnë me mbushjen e buxhetit, me tatimet që i pagojnë, ashtu kthehen në formë të investimeve në zonat ku ato jetojnë. Natyrisht që shqiptarët kur flasin për buxhetin përveç që kontribojnë aty ku janë me tatime, shqiptarët janë ato të cilët ekonomikisht e mbajnë gjallë Maqedoninë. Janë parat të cilët i sjellin gulbeçare çdo vit, të cilët janë shumë të mëdha, dhe rezultat nuk marrin asgjë në formë të investimeve. Dhe kudo që të shkosh në qytetet shqiptare, infrastruktura nuk është e rregulluar, sepse nuk investon shteti. Shkollat janë në gjendje shumë të keqe dhe me paratë e shqiptarëve pastaj bëhet edhe përmendarja e Cardushanit dhe Shkupi 2014 dhe shumë projekte tjera, të cilët janë drejtuara jo kundër grekëve, por kundër shqiptarëve aty në Maqedoni. Po për këto ne na duhet të fitojmë zgjedhjet. Na duhet legitimiteti. Prandaj e përmenda pak më herët, po dëshira do i fitoj zgjedhjet për të mos hyrë në qeveri, për të bërë presion në mënyrë që t'i zgjedhim problemet të cilët i kemi. Kjo është forma e parë për rujtjen e asaj që edhe perëndimorët propozojnë për Maqedoninë, por që kanë kërkuar edhe maqedonasit, rujtja e karakterit unitar të shtetit. Natyrisht kërkesë tjetër, janë 8 kërkesa, është në gjuha zyrtare shqipe në gjithë territorin e Maqedonisë, se lidh me këtë karakterin unitar të shtetit dhe mënyrën si sjell ligji për përdorimin e gjuhëve. Dhe në qoftë se kjo s'pranon, natyrisht do të shkojmë edhe në stade tjera të zhvillimeve politike dhe nuk përjashtohet asnjë mundësi tjetër. Po e para është kjo, vendimarrja konsensuale, sepse maqedonasit sillen në mënyrë absurde dhe të çuditshme. Kërkojnë ta ruajnë karakterin unitar të shtetit, mirë nga ana tjetër sjellin ligje të cilët i ndajnë që qytetarët i ndajnë në 2 kategori para kushtetutës. Para kushtetutës gjithë qytetarët duhet të jenë barabartë. Kur diskutoja në parlament dhe kërkoja që shqipja të jetë zyrtare në gjithë shtetin, ato maqedonasit thonin çfarë duhet ju shqipja në Strumicë. Me të vërtetë ndoshta ne s'na duhet atje shqipja zyrtare, po i duhet rendit kushtetues. Se nuk mund të kesh, e marrim dhe Maqedon tani në aspektin e kushtetutshmërisë, një Maqedon Strumice që ka një gjuhë zyrtare, veç maqedonishtën, dhe një Maqedon Struge që ka 2 gjuhë zyrtare, dhe maqedonishtën edhe shqip. Ose një shqiptar prej Struge që ka drejt institucioneve qendrore të drejtohet me një kërkesë shqip, dhe një qytetar prej Ori që i ndan veç 15 kilometra, mos ketë drejt të drejtohet vetëm shqip. Ose brenda një familje, një fëmijë që ka lind Strug, që ka certifikat në lindjes edhe shqip edhe maqedonisht, dhe një fëmijë që ka lind në Ohër, ka certifikat në lindjes vetëm maqedonisht. 2 kategori fëmijësh shndrohen. Dhe prandaj nëse maqedonasve nuk ju duhet gjuha zyrtare shqipe në Strumicë, atëherë duhet bëjnë zgjedhjen tjetër. Duhet shndrohet Maqedonia në shtet me 2 njësi federative që do të ketë 2 kushtetuta. Me një pjesë ku do ketë vetëm një gjuhë zyrtare maqedonishtën, që është lindorja, dhe një pjesë tjetër që do të ketë zyrtare edhe shqipen edhe maqedonishtën, që do të jetë Maqedonia perëndimore. Këto janë zgjidhje të cilët patjetër duhet nëse vazhdojnë që këmbgulin mos lejojnë që gjuha shqipe të jetë zyrtare në gjithë shtetin. Po, këto zgjidhje ato do ta zgjidhin. Jo, po kjo është kushtetutshmëria, para kushtetutës duhet të jenë gjithë njerëzit barabartë. Nëse bëhet iniciativë për rrëzimin e këtij ligji, bën.